nuk e pas na ditë që djali është këto që e thu ti, sepse po më vjen edhe shumë keq para djalit me thona gjo, po në uroj që ta bëni një zgjidhje edhe djali s'paku ta ketë të krym ciklin e ullë të arsimit, sepse vërtet është një vynë për jetën. Unë nuk jam kundra që ne mund të bëjmë, të sjellim rrezik të fëmijët e tjerë, por të paktën të bëhet një mundësi për një mësues ndihmës, të paktën që të vinë në shtëpi një orë në ditë, pra sa është e mundur, djali të mësoj të shkruaj dhe të lexoj. Të dashur me që jena këtu në qeshin e Prishtinës si zakonisht me temat e mia interesante. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Pupa Show. Pupa, po, pedi. Pupa qyshje. Mirë, faleminderit. Po qumi sot në Prishtinë, pas kjo arë për qef? Po, në përgjithësi për qef, por më shumë për të... Pas ke marrë vajzën me veti, Djal. Ku djal? Djal. Si e ke emrin? Rejs. Rejs? Po. Sa vjeçari e Rejs? 9. 9 vjeç? Po. Ua, sa mirë. Rejsi, apo të pëlqen Kosova? Po. Rejs, po i pas ke flok si kërë ma Rejs? Ani... Rejs, babin e ki këngëtar. Po. Po Rejsi me çka miret? Unë merëm do të... A pas i gjosam do të smur pa ne. Qysh zort mes një gja? Jenë shkollë e Rejs? Nuk jam, Rejs, pse si jenë shkollë zemër? se jam i smur pa ne. Pse ku po të vehem? Po, jam i qik me smundje. Po qëfar smundje kjo rrësh? Të thot babi. Qëfar të ka... O pup, o të thonë djalit vërtetën? Është shumë e vërtet, djali më vua nga 2 diagnozat të rënda, epilepsi sekondare dhe azëm bronkiale të formës të rëndë, dhe vetëm për t'i plotësuar dëshirën e tij, vetëm për t'i plotësuar dëshirën e tij ka marrë në Prishtinë për të vizituar Prishtinën, sepse pas t'i ngele marak se djali ka 10 vite që monitorohet me aparat oksigjeni në shtëpi, pavarësisht edhe me vete ka marrë aparat të cilin e përdor me bateri, plus edhe në xhepa, në fakt ja majmë në shenjë emergjence pompat të cilat ne ja përdorim në rast do ketë probleme shëndetësore ose frymëmarrje. Pra do të thotë nga pjesa. Ndërsa për epilepsi kemi ca kokra të cilat i mbajmë aty dhe kemi edhe depakin. Ndërsa për pjesën e shkollës nuk është në shkollë sepse djali është pavakcinuar. Qa ka lidhje pse është i pavakcinuar? Në qoftë se një fëmijë i cili nuk vaksinohet, nuk mund të frekuentojë shkollën për shkak sepse mund të jetë rrezik edhe për veten e vet, por mund të jetë rrezik edhe për fëmijët e tjerë sepse mund të jetë është i rriskuar që ky mund të preket nga disa sëmundje viroze apo dhe sëmundje. Pak shteti shqiptar veç pup se tash ma ke hup komplet të folin, po ta tham shumë seriozisht. Unë kur e pash pupën tash do të bëjmë diçka shumë show, pup tash për ime më ke lanë pa fjalë. Qysh është e mundshme me një shtet me jetu dhe djalin me nda për shkollimit, as ka mënyrë për me jetu djali me fëmijë tjerë, si fëmijë tjerë, ky elhamdulillah ka si vera, si drita, edhe mi thonë fëmijës mos hajde në shkollë, a është kjo pak e rënë për shtetin? Nuk është se i thot kush mos hajde në shkollë, por ky nuk e frekuenton për shkak sepse është i pavaksinuar dhe e ka humbur pjesën e asaj të arsimimit, pavarësisht se unë kam hulumtu, kam kërku pa fund, do kërkoj pa fund, edhe kam kërku dhe mësues ndihmës në shtëpi për shkak të situatës, kam bërë dhe kërkesa në Ministrinë e Arsimit, në Ministrinë e Shëndetësisë, por asgjë nuk është ngritur asnjë grup komisioni për ta marrë të mirëqen ose të paktën të di të lexoj. Ky ka drejt më arsimu. S'pakom ja ba një mësim plotësues. Edhe m'ja mundësu shteti për marrë qoftë në shtëpi, qoftë të veçantë dikun, sepse nuk duhet jena në fund shekullit 21 edhe ti me lani fëmijët pa arsimum në këtë shekull, në këtë është te na në Kosovë, është e domosdoshme shkolla edhe e mesmja, obligative. Po ta tham shumë seriozisht, nuk e di që keni unë në Tiranë. Edhe ne kemi detyrim, po në Tiranë jetoj, edhe ne kemi detyrim arsimin parashkollor, edhe arsimin
ciklit më të lartë të A mesëm. ke kërku? Por kam kërku pa fund, i bëj thirrje në fakt edhe Ministrisë Arsimore nga Prishtina, të Ministrisë Arsimore të Tiranës, të kryeqytetit shqiptar edhe të shtetit shqiptar, që këtë fëmijë që unë sot e kam sjellë për të vizituar Prishtinën, të ve dorë edhe të shikoj sepse edhe ky do të gjej të paktën të mësoj ABC-n, të shkruaj, të lexoj. Se sa do jetë jeta ati, e di Zoti. Por të paktën, ky të arrijë të mësoj të paktën të shkruaj dhe të lexoj dhe të bashkohet me bashkëmoshatarët e tij, sepse djali është edhe i diferencuar nga fëmijët për shkak të problemeve që ka. Unë nuk jam kundra që ne mund të bëjmë, të sjellim rrezik të fëmijët e tjerë, por të paktën të bëhet një mundësi për një mësues ndihmës, të paktën që të vinë në shtëpi një orë në ditë, pra sa është e mundur, djali të mësoj të shkruaj dhe të lexoj. Që shëpat emrin? Rejs. Rejs, Rejs, am të regon diçka, apo të pëlqen Prishtina? Po. Seriozisht? Po. Cili vend Kosovës të ka pëlqy mas shumë ti? A je kanë me vizitu shumë vene? Jo, 2 vene, fush Kosovë dhe Prishtinë. Oke, cilit ka pëlqy mas shumë? Fush Kosovë, Fush Kosova. Oke, a ki shok shumë? e kam. Pse s'ki? Po ta shumë ki mu shok. Oh, ta ha zemrën. Trujzo, a u banëm shok? Pa. A u banëm shok? Pa. Ta ha zemrën, a i dina i vjerë, ose diçka më na thonë për Kosovajnë fënë. Është shumë i mirë, Poezi, a din? Pa. Ose naj Jena. kangë. sti A është kronë edhe ti si babi? pak naj, Hajde, të në kangë për krojnë a bashkë. babi. Hajde. Ku po dhem, pse po dhem, nal, veç pak, a nuk e ti marak? Vëllahi, për më kam apë. Ta ha zemrën, jesh shumë i mirë, unë uroj që ti t'jesh djali më i mirë në botë, ti nuk je i smurë zemër, po ta tham shumë seriozisht, babi gabon që je thot para teje, sepse ti nuk je i smurë, ti nuk je kur gjo se ti je si kokra e mollës, je tepër i mirë, vitë Zoti që ka ditë më të kriju sa i mirë je, edhe flok të gata, atë ngucin djemta po qikat ma shumë e flok gata. Sa vjeçar je? 9. 9 vjeç. Po. U bëfsh edhe 1 milion vjet tjera. Faleminderit. Ta ha zemrën, pupone nuk e pas na ditë, po ta tham shumë seriozisht, nuk e pas na ditë që djali është këto që e thu ti, sepse po më vjen edhe shumë keq para djalit me thona gjo, po unë uroj që ta bëni një zgjidhje edhe djali s'paku ta ketë të krym ciklin e ullë të arsimit, sepse vërtet është një vynë për jetën. Po, a je mundu ti m'ja mësu shkronjat? Unë në fakt edhe bashkë edhe me fëmijët e tjerë, jemi mësuar të mësojmë, të flasë, kemi arritur të mësojmë pak edhe të shkruaj, të njoh numrat, të njoh gërmat, ABC-s. Po, edhe falenderoj shumë Zotin sepse nga ky aktivitet që ne përfshihemi me te, që mos ta na shkalojmë dhe ne si familje, se nuk është shumë e rëndë, se s'mund ta hedh fëmin poshtë, dhe gjithë kjo luftë e falenderoj Zotin që më jep forcë dhe guxim. Sa fëmijë ke? Unë kam 4 djem, dhe një djalë kam, po, ky është i 4-ti, dhe djalin e madh e kam të martuar, edhe kam me një djalë, nipi jem sot data 5. Po? Ban 9 muish. Djali që quhet Suhej. Për hajrë. Ti pas ke vllaznin e martum? Seriozisht ki pup, i ki fëmin e martum? Po, djalin e madh e kam. Sa vjeçar është djali i madh? 24. Ua, këshirja, lukin, babgjyshi me luk evropian. Ta zemrën, ju rujt Zoti, ty ta zemrën, ti e shok jem. E ju të dashur me që rini me neve, sepse gjanat i mira i sëllën veçna, Kosova Info ju informon për çdo gjë. Uroj që çdo fëmijë në rruzin toksor din spaku shkronjat, shkrime dhe lexim, sepse vërtet është e dhimbshme nga çka ballafaqohemi ne si prindër, si shtet, si jetë, si këmbë, çfarë do që të thuash, fjalët
janë tepërta për në këtë gjendje, sot vërtet më prej pak ajo, sepse një fëmijë 9 vjeçar u ka një smur, edhe mos me dit as shkrim, as lexim, u kanë më ndërprej buzëqeshja, më ndërprej jeta, më ndërprej e ardhmja në gjyst, mirët na në farë shteti po jetojnë shqiptarët anë mban botës. E ju të dashur miq, inshallah kjo video i bjen vesh institucioneve arsimore, shqiptare, edhe të marrin masa për këtë fëmijë, sepse vërtet është e mjerueshme, po sa fëmijë tjerë janë ata që nuk din shkrim lexim edhe janë gjendje nashti më të mjerueshme se ky, edhe kërkush nuk mirët me ata. Ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjanat e mira i sëllën veçna. Kosova Info ju informon për çdo gjë.